Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Joana. Unë jam Marko. Dhe unë jam Manjola dhe si gjithmonë mas kamerave kena Elvisin, producentin ton. Episodi i sotëm nuk është thjesht një kujtesë që dona me ba. Është një bërgjë që ja kena gjithë atyne familjeve dhe atyne njerëzve që u shune dhe dhane jetën për lirin. Bëhet fjalë për lirin e Kosovës. Me që jena në prag të ditës pavarësisë Kosovës, mendume që ja kena bërgjë që ne t'ja kushtojmë disa minuta këtij episodit për luftën Kosovë, gjithashtu dhe për pavarësinë e saj. Mase saktë, sepse na njëherë kena qejf për me i falenderu gjithë shqiptarët që jetojnë në Kosovë për mbështetjen që na kanë dhënë qysh ditën e parë që kena fillu këtë podcast, por ku ka ma bukur jena një, edhe na si festojmë pavarësinë e Shqipënisë, ashtu do festojmë dhe pavarësinë e Kosovës, duke uru tanë shqiptarëve të Kosovës gëzuar pavarësinë që është mas një luftet aq të madhe, me përpjekje aq të mëdha, që ndoshta do ka me kenë një episod, në fakt, në fjalë të tjera ka me kenë një episod i dhimbshëm, sepse për me kujtu ato vite apo jo markt që arriten për me fitu pavarësinë e tyne, duhet me kalu pak mi dhimbje, edhe mi plag të forta të tan atij populli të mall, të vëllezërve, të motrave ton shqiptar të Kosovës. Po, ashtu si e tha Joana dhe Manjola, ky episod do t'i kushtohet vujtjeve, luftes dhe lavdisë së popullit kosovar, luftes që ka ba UÇK-ja, një në luftat të më të lavdishme të kombit shqiptar të anakonave. Mendoj që muji i shkurt për çdo shqiptar kudo që jeton, është muji që kujton Kosovën, jo vetëm pavarësinë e Kosovës, po dhe vujtjet dhe gjakun e dëshmorëve të cilët e banen që Kosova të ketë pavarësinë, që Kosova të jetë e lirë, që kombi shqiptar të ketë një shpresë për një të ardhme, për një bashkim, dhe si që ka thënë edhe gjithë bota në vitin 2008, në 17 shkurt 2008, Kosova është shtet i pavarur, do të jetë gjithmonë një shtet i pavarur dhe kur ma nuk do të ketë një sunim nga Serbia apo çdo shtet tjetër që e rrethon. S'ka ma bukur në fakt, unë me të thonë drejtën përpara se të fillojmë ndoshta për me fol pak për Kosovën, kisha në fakt atë borgjin me kuptimin e mirë të fjalës, ja kena borgj vëllezërve dhe motrave ton shqiptar kosovar. Unë kam shkruar disa vargje që do kisha shumë dëshirë t'i recitoj për ju sot. Nuk e di përmendsh, por Kosova. Në akt të lirisë u ngrit një dritë. Nga dheu i shenjtë, nga gjaku i derdhun. Kosova u qu, krenare fort, me plag në zemër, por shpirtin plot. Në male e fusha u shkru historia, me emra dëshmorsh që zvdesin kur. Gjdo hapi lirë, gjdo fjale than, nga sakrifica e gjithë dhe u ba. Me 17 shkurt u dëgju një za, liri pambarësi, ky ishte neri, flamuri u ngrit në qiellin blu, shpresë për të nesërmen, për mu dhe për ju. Kosove dashun, toke bekume, me lote me gjak je fitu. Sot ti ec përpara, badhin nelt maje, je shtet i lartë, i fort, sigur. Bravo, shumë bukur. Edhe herë unë mendoj që me fol për luftën e Kosovës edhe pavarësinë e Kosovës, është gjaja më e bukur që mund me bëj një episod, një emision apo një film apo një dokumentar.
është shumë e vështirë të përmbledhësh një episod të gjitha ngjarjet, të gjitha momentet historike të kësaj periudhe historike që ka kalu populli shqiptar në Kosovë, por mendoj që do të ishte një diçka e veçantë për ne, që na që kena përjetu, që kena pa dhe që kena një në atë periudhë kur Kosova ishte në luftë, kur në Kosovë po bati një gjenocid i madh nga Slobodan Miloševići, dhe na e shifshim dikush nëpërmjet ekranit, dikush nëpërmjet gazetave, dikush edhe ka përjetu. Po unë personalisht kur ka nisë gjenocidi dhe përdhunimi dhe vrasjet e Slobodan Miloševićit në Kosovë, unë kam qenë në Amerikë dhe ka qenë për një moment shumë tragjik për mu dhe për tanë shqiptarët që kena qenë këtu në Michigan dhe më thanë edhe sot bjen rreshethje trupit ato momente, ato pamje që vishin nga kanale si CNN, Fox News apo kanale tjera që ishin në Shqipëni që i shifshim, ishin varg njerëzish, kolona njerëzish me fëmijë, me gra, të pa hangun, pa veshun, mi traktora, mi karroca, të marrë malin, të marrë rrugat, mi ikë në Shqipëni, mi ikë në Maqedoni, plus mandena shifshim ata pamjet të tmerrshme, ata me horror, ata vrasjet e meshkujve, djegjet e shtëpive, vrasjet e fëmijëve, vrasjet e grave, dhe më thanë ishte një diçka që çdo shqiptar e përjetoi me shumë vështirësi. Me të drejtën kur po përmendëshe këtë fjalë, më kujtu para shumë vitesh, kishim për një kojshi që ishte në ushtrin amerikane, edhe shumë vite kishte kenë në Kosovë, në luftën e Kosovës, edhe më tha vetëm këta fjalë, tha, Manjol, tha, as nuk du me të përshkru se qa kam pa në Kosovë. Ashtë një tmerr që edhe me ta shpjegu s'kishe me besu, edhe kur një i huj, kur një ushtar që ashtë mësu, do më thonë, as kërkush nuk mësohet me ato gjana, po të pakten e pret një gjatë të tillë, thot është një tmerr, kam pa një tmerr të vërtet, as nuk du me imagjinu se qa kanë kalu ata motra dhe vlezni tonë kosovar gjatë asaj periudhe, edhe të rëqethet edhe shpirti edhe trupi tesh mas 30 e sa vjetëve. Imagjinoja në rrëqethet trupi sot mas sa vjetëve, që na personalisht nuk e kena kalua gjana, thjesht e kena pa ndoshta prej televizorit. Imagjinoja ato njerëz që jashu 90% e familjes, që Allah sot pavarësisht se liria ka ardhur në Kosovë, prej atyne herojve që e kanë dhënë jetën për liri, imagjinoja ato familje që sot janë zvoglu, që sot kanë hup 90% familjes tyne dhe vazhdojnë e jetojnë me atë plagë. Me të drejtën të edin gjatë karrierës teme së përkthimeve, që kena marrë pjesë në shumë lloj përkthimesh, nuk mundem me thonë se kam pas shumë, por mjaftueshëm kam pa aq shumë nana, aq shumë familje që kanë hup, edhe tramën kur e diftoshin se jo do të për një arsye ose për një tjetër, për me e kalu atë tramë që dikush tjetër për me besu ishte aq e dhimbshme, sa me të vërtet që nuk ja uron armikut e jo ma një njerit gjakut tanë. Me të vërtet, dhe më thonë, motra vlezën se jena tanë shqiptar, jena një, edhe është janë trauma të jashtëzakonshme, janë pafund njerëz që kanë hyrë në shtëpi, i kanë trajtu më keq se kafshën. Edhe është me të rënqeth trupi, me të merr trupi të keq. Gjaja ma minimale që mundën me ba dhe ma vogla që mundën me ba është mi kujtu këta njerëz. Dhe mas me e marrë këtë lirin si diçka të mirë fill. Se kja liria, ja vetëm e Kosovës, po, dhe liria e Shqipnis, po, në këtë rast e Kosovës, është si një amanet. Edhe amaneti duhet rujt, edhe për me rujt amanetin, duhet për me kujtu.
Një diçka tjetër që desha me thënë është kur njerëzit harrohen, atëherë aja ti nuk ja vlerëson atë që ata kanë bë. Ata kanë dhënë jetën jo për vetveten, por për tanë ata shqiptarët e Kosovës, cilët sot jetojnë liri. Pa e harru në fakt sepse e the aq bukur nuk dona as nuk dojnë as ata për mu harru se ky brezi i ri që e ka gjetë të lirë, këto që kanë le mas liris nuk e din se sa, domethënë e din edhe nuk e din, por është e bukur për mi kujtu sepse ka i herë bana dhe hipokrita me atë kuptimin që pse flitni për të kalumen, por e kalumja pra duhet për më kujtu sepse këto brezat e ri duhet me edit gjakun që ja derdh prej brezit ma përpara edhe sa të vështirë kanë pas. Sepse tu i harru këta që dhane jetën për liri, na i vrasim këta njerëz dy herë. Po me një me folë me data historike ose me emna specifik për historinë e luftës çlirimtare të Kosovës është shumë e vështirë, sepse edhe ba me përmend emna detyrimisht lëm të kemë pa përmend. Por që të majzat kena historian, janë ndërshkru libra, janë ndërshkru dokumente, të u ba filma për herojt e Kosovës, por kisha me thënë që ushtria çlirimtare e Kosovës, pra UÇK-ja, është një simbol që na përfaqëson ne komplet si kom, qysh me Skënderbeun mendojnë që është krenaria e popullit shqiptar, është heroizmi më i madh që ka bë populli ose kombi shqiptar, qysh me kohën e Skënderbeut, një mobilizim jo vetëm i djemve kosovar, por gjithashtu vullnetarëve që kanë ardhur nga Shqipënia, kanë ardhur nga emigracioni, emigrantat nga Gjermania, nga Zvicra, nga Anglia, nga Italia, kanë shku nga Amerika, prej Amerikët, kanë shku me luftu në Kosovë, sepse ishte toka jonë, është toka jonë, e kom e kënë gjithmonë toka jonë. Duhet gjithashtu me përmend, është ai heroj jonë, heroj që i përket çdo shqiptarit, çdo njeriu që ka gjak shqiptar i ndeje, është Adem Jashari është figura ma heroike, figura ma pastër, ma legendare. Adem Jashari do metet, do thosha Skënderbeu i kohnave moderne të kombit shqiptar, sepse Adem Jashari jo vetëm që dha jetën për Kosovën, për tokën kosovare, dha jetën për shqiptarizmin, zbashku me 45 antar familjes tij. Pra është një rast i rrallë që ka ndodhur jo vetëm në kombin shqiptar, por në të gjitha historitë e luftave të botës, tregon edhe herë vendosmërinë dhe dashnin për vendin, e ka sakrifikuar veten edhe familjen e tij që të vinë kjo ditë që Kosova sot jetë e lirë dhe fëmijët kosovar të kenë mundësinë të flasin shqipen, ta çojnë flamurin shqiptar, të jetojnë tokën dardane si shqiptar. Dhe kjo është një anër e të gjithë herojve që kanë dhënë gjakun edhe përpara luftës të UÇK-s me vite më radhë, nga pushtimi serb, nga torturat serbe, nga burgjet serbe, nga vrasjet që ka bërë Serbia në shqiptar në shekuj. Bravo, në fakt Mark, në fakt ki bën një krahasim aq të bukur sa madomendja që tonë motrat e vëllezërit ton kudo ku janë në përbot, kanë me të falenderu për atë, sepse është me të vërtet krahasimi i Adem Jasharit me Skënderbeun, sepse është për pavarësinë. Ku ka më mirë se me keni Zoti, me marë frym lirshëm, me fol lirshëm edhe me thonë jam shqiptar, pa u kërcënu për jetën e tij. Na sot e kena i fije, jo i fije, po na e kena shumë kollaj sot me përmend historinë dhe ngjarjet që vina na për Kosovën. Por është dashnia dhe gjaku që na lidh me Kosovën, që na spakut kena për detyrë jo vetëm mos të harrojmë vujtjet e Kosovës, mos të harrojmë gjakun e dëshmorëve, por duhet ta përmendim jo vetëm në muajin e pavarësisë, jo vetëm në ditën e pavarësisë, por në çdo libër shkollor, në çdo familje të edukohen fëmija, që mos të hupin kjo histori dhe brez mas brezi t'ja lojnë fëmijëve tonë vujtjet dhe gjakun e dëshmorëve të Kosovës, shqiptarëve tonë që kanë rënë para tokë, sepse ajo tokë edhe sot ka gjak që nuk ka tha eshnët e dëshmorëve,
Allah janë Është e freskët. të po tretëna, ka mi 20.000 kosovarë që kanë dek në luftën e Kosovës, kena mi 20.000 femna të dokumentume dhe nga të drejtat e njerëzit dhe nga Kombet e Bashkuara që janë të vrarë dhe të përdhënume, dhe ka mi 90 femna kosovare që kanë marrë guximin me lanë dëshmitë e tyre para Kombeve të Bashkuara për përdhënimet që kanë bërë ushtria serbe në urdhat e Slobodan Miloševićit, diktatorit më të madh që ka njohur ndonjëherë Evropa. Bravo, Mark. Se ishte me thonë, është një këngë Leonora Jakubit, Po. që është avritet pa vajsia, që unë e maj mend kur nolli lufta Kosovës dhe që ato e bane atë këngë, sa Ka herë kupa e di këndin kujtoj vëllana Babe. babe. sa herë një atë këngë, dhe me thonë edhe sa që kanë kaluar shumë vjetë, gjithmonë Trënqath e trupi, edhe deshta me thonë vetëm dy rreshta për asaj këngë, sepse është flitet për Drenicën, edhe na e dina që Drenica ka kënë ato vende që është prej Ma shumë. Në Kosovë, dhe thot që Drenica lind veç trima, ju i lini fëmijët jetima. Është një kom që don liri dhe Kosova është Shqipni. Mos ma prek t'i shkja Drenicën, se kam gjallë a zem Galicën. Mos ma prek trollin shqiptar, mira vjet jam vet e parë. Janë të dhimbshme të tana mesazhet që mundin më lanë për fitoren e pavarësisë, sepse është darë gjaku i pafar. Unë derisa më thana shumë gjëra tjera, por nuk mundem ndaj pa përmend kohën kur kam qenë në Michigan kur nis lufta, zhnimen që kanë dhënë populli shqiptar i ton diasporës të Amerikës, i ton diasporës në Evropë, emigranta ku kanë qenë, por unë mundem me fol për diasporën e Michiganit, se kam qenë këtu, dhe i kam njeh personalisht shumë ngjarje që kanë ndodhur këtu në Michigan në lidhje me luftën e Kosovës. E para ka qenë një organizim shumë i madh dhe kryu në një shoqat, mund ta quaj, që e titullune Vendinja Thret. Pra, shoqata Vendinja Thret mori përsipër jo vetëm donacione nga ana monetare, nga ana financiare, që të mblashin ndihma që të shohen në Kosovë, jo për armë, jo për ushqime, jo për gjëra të ndryshme për Për të nevojat e tyre që por ka pas. gjithashtu u bë dhe një listë e shqiptarëve të Amerikës dhe të Michiganit që djem të ri. Bile ka pas për atyne që kanë edhe të martum, kanë pas fëmijë, shkuën e në listë dhe u nisën luftë me UÇK-n, e kanë shkuar, kanë luftu në UÇK, disa për tyne janë edhe plagos. Po njoh. Unë e kam marrë pjesë edhe në një mbledhje që ja bën në qytetin Hemdremikut, personalisht kam qenë aty, se në atë kohë nuk kishte shumë nga Shqipnia, nuk ishim shumë, pra rrishim shumë bashkë tanë si shqiptarë me kosovar, dhe o mlodhe një shumë e jashtëzakonshme paresh për mu qunë në Kosovë, të që unë nuk mundë me thanë numrin e saktë, po ishin me mija, me $100,000, o mlodhen për një orë, nga sidomos nga shqiptarë kosovarë që ishin këto në Michigan, dhe mundë me thanë këto, por nuk mundë me hi me thanë detaje, sepse këtu e na për para kamerave dhe nuk mund të na disa informacione që ndoshta edhe nuk janë shumë të drejta për mi të jo të drejta, po e di, po do më thonë si janë pak si sekrete. Pak më sekrete. Ma private. Por u blenë disa materiale këtu në Amerikë, shumë materiale, cilat i kam parë me sytë e mi, dhe u çune në Kosovë, nëpërmjet Rinasit, pra ishte një armatim i lidhshëm, por që u ble nga paret e emigrantave këtu në Michigan, dhe u çu drejt Rinasit dhe nga Rinasit kanë kaluar në Kosovë. Kjo nuk është ndoshta një diçka shumë e madhe, por vazhdoi, mas kësaj vazhduan për çdo javë mblashin pare, për çdo javë u çoshin materiale, sepse në adina se 1 milion kosovarësh për ulën, shkunen në Shqipni dhe në Maqedoni dhe në Malzi dhe atje kishin nevojë
sepse për shembull në Për shtrëhime, për gjana. Po të hap çadar, jetoshin nëpër çadar, kishin nevojë për bukë, për batanie, për ushqime, për njëra tjetër. Po derisa më thonë që angazhimi i emigrantave dhe i diasporës Michiganit dhe sidomos dume theksu të shqiptarëve të Kosovës ka kenë në maksimum, ka kenë, dhe më thonë, di njerëz që dollarin e fundit që kanë pas në xhep e kanë lanë për Kosovën, di njerëz që sjallin kur zhan kanë bën çmosin, edhe sot ndoshta nuk i përmend kush, po e di se ata se kanë bërë për mi përmend, edhe sot ndoshta historia fatkeqësisht i lën disa njerëz mjenon për kontributin që kanë lanë, por si thash në takon ne që ka herë mi përmend kur bjen rasti, sepse është e drejtë, është merita atyne, është dashnia atyne që kanë diftu për Kosovën, se jo gjithkush ka mujt me kenë luft, jo gjithkush ka mujt me kenë terren atje, por gjithë se cili ka lanë atë sa ka mujt për aty ku ka kenë. Është mos e vërtet kena kenë, unë kam kenë edhe vetë në të kohë kam kenë këtu, dhe i njoh njerëzit që kanë shku biles në luft, i njoh kosovar që kanë shku në OÇK në luft, ka kenë gatishmëria numër 1, një organizim i jashtëzakonshëm i tanë shqiptarëve që janë bashku në një mënyrë të mrekullueshme, bashk për me u bashkush motrave vëllezërve. Ju keni kenë këto, edhe unë kam kenë Shqipni në atë kohë, kam kenë fëmijë, edhe maj men në Shkodër të pakten, se aty ku kam jetu për atë vend mundë me fol, edhe na kina pas gjatë luftës Kosovës, që kina pas një familje, që ka jetu me ne për disa muj, edhe kanë kenë shumë familje në tanë Shqipnin, jo veç në Shkodër, por në Shkodër që kanë hap dyrë, shtëpia e tyne ka kenë shtëpia e tanë motrave edhe vëllezërve kosovar që kanë ardhur gjatë luftës. Edhe pavarësisht se kam kenë, po them prap në atë kohë një moshë ndoshta nuk e kam kuptu edhe aq mirë sa duhet atë rëndësinë asaj mikpritjes, por mendoj që edhe shumë shqiptarët Kosovës munden me ra dakord me mu, sepse kina kenë bë tanë një me dhimbjen e tyne. Fëmijë, pleq, plaka, 33-a. Është. Edhe ka kenë shumë e vështirë për ata njerëz cilët e kanë përjetu të pakten që i kanë ndoshta kanë strehu familje që nuk kanë ditë, janë nda për i gjysë tjetër të familjes dhe nuk kanë ditë, i kanë gjallë e nuk kanë ditë ata kohën në i herë ma. Ka kenë si një film i dhimbshëm, i këthym në realitet. Edhe në film me pa një diçka tillë dhe shumë e rëndë, jo ma me përjetu një realitet tillë. Pra edhe pra po them të thonë ato fjalë, vetëm mundem të vinë kështu si skena të vogla në kry, si na nodh çdo njeriu, domethënë kur kujtohet, mundem me thonë ata dëshmit e situatave që i kanë kalu këto nana, këto femna, nuk i harroj në fakt, ato dridhjet e trupit të gojës gjatë tregimit historisë, ato lot që si prit lotin, është e pa përshkrushme, por falë tanë gjakut atyne dëshmorve, falë tanë këtyne nanave, familjeve, motra, vlezën që kanë dhanë për këtë luft, sot Kosova gëzon pavarësinë dhe valvitet flamuri pa probleme. Është ma mirë se kur, por është bukur për mi kujtu edhe për mas me harru. Pavarësisht se në luftën e Kosovës u bashkun si që thash parë, shumë shqiptarë nga Shqipnia, nga Maqedonia, nga Malizi dhe nga diaspora, por nima ma madhe, faleminderit Zotit, erdhi prej NATO-s dhe Amerika, të cilët ata ishin që i dhanë goditjen e fundit të Serbisë, dhe kështu që Serbia u detyru jo vetëm mu shpërngull nga trojët e Kosovës, por me marrë një humje të madhe nga artilleritë të tyne, nga tanket, avionat dhe tanë flotën Jugoslavit asaj kohe. Gjithashtu duhet falenderu edhe Britania Madhe, se ata luajnë një rol shumë të rëndësishëm, por
fatkeqësia vazhdoi me kanë edhe mrapa luftës, u gjetën gropa dhe vorre masive në Kosovë dhe sot menohet dhe dihet se janë edhe vorre masive në Serbi, janë rreth 1900 persona të zhdukun që nuk i dihet ku janë vorri, janë gra edhe fëmijë e mendojnë që janë Serbi dhe Serbia nuk i lejon as Kombet e Bashkuara, as Bashkimin Evropian që të bëjnë një investigim atje ku menohet se janë të gropa me njerëz, por i mohan, thotë se nuk ka. Dhe më kthy pak të situata e sotme, kisha me thënë që populli shqiptar është gjithmonë një popull që ka dhënë shembull, që din me luftu, është një popull që din me fal, është një popull që është popull shumë besnik dhe popull shumë i mikpritën. Dhe populli shqiptar, si në Shqipëri, si në Kosovë, gjithmonë ka pas parimin me shku mirë, me kujshit, me shku mirë, me fshin që kena në kufi. Por në rastin me Serbinë, dhe ajo teza që i lëshojnë disa Serbë ose disa politikan evropian që Kosova duhet të bashkëpunojë me Serbinë dhe duhet ta falë Serbinë, mendojnë që është jo vetëm një mendim armiqësor, por është një vendim jo i duhur për Kosovën, sepse përderisa Serbia nuk kërkon falje Kosovës për gjenocidin që ka bërë, derisa Serbia nuk i kthen trupat që i kanë nëpër vorret masive në Kosovë, përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet i pavarur, atëherë na s'kena pse me e fal as moralisht, as politikisht Serbinë, sepse na nuk e kena shtet fshin, si me thënë, të dashtën, as mik, por e kena anmik, përderisa Serbia e shef popullin kosovar si popull anmik dhe Allah menon se Kosova është e Serbisë. Një diçka që kurrë nuk do të ndodhi më, një diçka që jo vetëm bota nuk do e lejoj, as Evropa, as Amerika, por vetë komi shqiptar s'do e lejoj më, me di se tanë do të zhdukën, me di se tanë do të treten. Bravo Mark, këto s'thash është sa bukur e qëllimshme, patjetër që duhen më kujtu të në këto momente, sepse fal, vështirë me thonë, fal kësaj dhimbje të jashtëzakonshme, gëzojnë pamërsinë sot. Dhe na prap duhet me kenë pak të lumtur për këta vitet ose për arritjen, sepse kanë shumë vende që rrinë kur i thojnë me vite, edhe nuk dalin kërkum. Ti marki edhe, sidomos këto qysh se kjo ardhë në fillim, ata shok tujt par, kanë kënë shqiptarët e Kosovës. Ata, si kur ja kena hap në derën atje, kur ata kanë pas nevoj, ata ta kanë hap derën ty këto, në fillimet tuja, edhe ti vazhdojnë Allah me i majt ata lidhje edhe më të fort, në fakt, atë shoqëni me shok tuj që i ke këto shqiptarët e Kosovës. Për një ti ndoshta i flet edhe me pasion. Jo veç me pasion, po e nin edhe më thella gjatë, sepse e ke përjetu të shku në familjet e tyne, të diskutu këtë gjë më shumë, edhe ke kenë si man mrëndësi të kësaj gjaja. Kja është e vërtetë se tanë shqiptarët kanë pas dhimbje të mëdha në atë kohë, por këto kosovarët kishin familje. E shumica atyne i kishin familje duke dishin ku i kanë. Edhe ishte shumë e rëndë. Ka shumë edhe sot që vazhdojnë që kanë kalu sa vjetë që edhe pse e din që ata njerëz nuk kthehen kurrë, ka ala nana që e mojnë derën hap. Thjesht, mas me amyll kur derën, ndoshta djalit, vajsa, këtë që i kanë hup. Është një pjesë shumë e dhimbshme e historisë shqiptare që nuk kam mu harru kur, edhe mos u harroft kur. Ajo, mos u harroft kur, ajo është pjesa më e bukur e asaj fjalie, sepse për një atë jena këtu, dhe thash me që mi dhon pak edhe ju kështu pak edhe si pushim kështu për me dhe ishta me lexu edhe një poezit Marko që e ka shkruar Marko, se Marko
shkruan shumë, por edhe për Kosovën Mark ti ke shkruar shumë poezi të ndryshme. Por unë zgjalla këtë poezi se kjo më duk që më pëlqej më shumë për pavarësinë e Kosovës. Po marë po, të binë të panat, të knojnë malet e qeshin fëmia, me kong shqip të valzojnë zanat, qiftelin, tanin, Serbia. Sot merloti rrugëzimit, i kristalt lundron në dri, në përmalet duga gjinit, rjell dhe ndalet në Shqipni. Në përshekuj pavarësin, ma gëzosho dardani, me flamurin kuqezi, uroj shpejt dë bahesh Shqipni. Tuj festu e tuj hellhapa, tuj urrit e tuj lshu shtat. Sjell e kryt ka herë dhe mrapa, mos harro kush derdh dhe gjak. Tuj kujtu vujtjet dhe hallet, tuj majt në kry plisin e bardh, me dashni tuj në ruvaret, do të nërprin Zoti mamar, roft për jetë komi shqiptar. Bravo. Bravo edhe ty Lapci Mark, sepse ishte Shumë e bukur. E bukur. Kina bëj fije, domethënë, ta ndryshojmë pak këtë atmosferën, sepse kena fe, domethënë kena fest, kena pavarësi. Pra kena fest, dhe të duhet me egzu pak. Pavarësia Kosovës, pavarësia se është një ditë e gëzume, do festojmë, do hellim valle, do bëjmë tana. Por gjithmonë fatkeqësisht duhet me kujtu edhe vujtjet. Po, patjetër. Se është doja shpreja që edhe ndasem, nuk ka dasem pa lot. Po. Edhe këto janë lot të meritum për ata që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Ajo është na flasim, por nga që i përjetojmë kaq fort, kena hi edhe në atë për na përqathë trupi s'po na dalin as fjalë të prej fjalët. Me qenë se jena në muajin shkurt, në fakt, sa ta marrin vedin Margu, sepse Margu në njëftesh me tonë drejten 30 vjeta, 40 vjeta, se 50 mandena duke nëse ka sa jena, por e njaf prej shumë edhe shumë viteve, edhe Allah se kam pa Margun të përmalohet të fol për çdo. Por për e mand që e keni edhe ishin fjalë zemrat. Kështu që kja nuk është e lehtë për mu pa. Unë e njeftesh i 100 vjet, ju e njifnitesh edhe patët e që unë se kisha pa. Por me ndru pak prapë si tosh atë atmosferën. Mu i shkurt është mu i preferumi jemi, edhe kam dëshirë për mi uru tanë njerëzit që kanë linë në muajin shkurt, edhe ndoshta këtë kena me e ba për çdo muaj, i uroj gëzuar ditëlindjen, edhe të keni një vit sa më të marë. Ka që kisha? Unë ndërë të më këthi i fije që tha parë Gjoana, që kur kam marrë në Amerikë, unë kam pas shumë shushnime kosovar, kam marrë sot shumë shushnime kosovar, këtu ku jetoj në shtetin e Michiganit, por edhe në tanë botën, por sidomos këtu. Kur kam marrë fillim në Amerikë në vitin 94, nuk ishte shumë prej Shqipnijet këtu në Michigan, dhe unë isha i ri, kisha nevojë për shoqëri, për shok. Kanë kosovarët ata që më kanë marrë të afër, kanë kosovarët ata që më kanë marrë me veti gjithkohë për festet e tyre, në për darkat e tyre, në për shtëpitë e tyre, kanë kosovarët ata që më kanë ndihmuar dhe më kanë mësuar si me hine për biznese, si me punu, si me jetu dhe si me dal marr. Dhe unë me që kam rastin me kanë para një ekrani, para një mikrofoni, kisha dashur pa i përmend emrin për emrin, mi përshëndet, mi falenderoj tank kosovarët e Michiganit, që i kam shok, që i kam pas shok dhe prapë i kam shok, që i rri me ta, kam ne me ta dhe kam ne me ta, dhe uroj që Zotit ja për i marë dhe i dherta në këtë muaj të shkurtit, që uroj edhe atyre pavarësinë e Kosovës dhe çdo gjë që kanë bën ata për popullin shqiptar të Kosovës, për tokën kosovare, Zoti ja u kthej në familjet tyre. Dhe si që thash parë, nuk derisa me një përmend emra, sepse kur përmend emra determinisht lën njëri tek jashtë, por nuk mujta më nej pa përmend 3 institucionet ose 4 institucionet shqiptare që në periudhën e luftës së Kosovës kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Ajo është kisha e Shën Palit me Dom Anton Qiren, kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, gjithashtu edhe xhamia e shqiptarëve këtu në Michigan,
po ashtu dhe kisha e Zojës Pajtore, po ashtu e shqiptarëve në Michigan, dhe gjithashtu TÇE-ja e shqiptarëve këtu në shtetin e Michiganit, pra 4 këto institucione. Shpeshherë nuk e përmendim, po kena edhe kishën ortodokse të shqiptarëve në Michigan, e cila edhe ajo ka dhënë shumë kontribute ndryshme. Pra, këto janë institucionet që janë bashku gjithmonë, pa dallim fejet, pa dallim krahinjet as ideje, si i thojnë, ku ka puna për luftën e Kosovës, kena kanë tanë zbashkët, tanë me një dhimbje, tanë me një dëshirë që Kosova me pas pavarësi, dhe faleminderit Zotit dhe gjakut që ka darë populli kosovar, dhe faleminderit Zotit që kena pas edhe ushtrinë shëndetare UÇK-n. Sot populli i Kosovës është popull që e njeh më shumë se 100 shtete në botë si një shtet i pavarur, dhe sot nxen vend edhe në tavolinat ndërkombëtare që marrin vendimet kryesore për botën. Po palon pa harru sepse thjesht ta kalojmë tash pak te aja e gëzimit për festën e pavarësisë Kosovës, ashtu si bëhen për 28 nëntorin, gjithashtu bëhen edhe për Kosovën. Këtu në komunitetin ton ka shumë evenimente, shumë darka, shumë mramje që bëhen për pavarësinë. Pra ne i festojmë të dyja në një mënyrë të barabartë. Që ne kena me kanë pjesë një prej darkave. Patjetër, ishim pjesë. Na ishim pjesë e një prej darkave të... Po, do të vazhdojmë me kanë. Ne ishim pjesë e darkave, një nga darka që organizu këtu, edhe është me të vërtet një kënaqësi super e madhe. Shpeshherë njerëzit më thonë, Mark, pse shet me diasporën e Michiganit? Unë nuk shes me diasporën e Michiganit, po të kanë pjesë e diasporë Michiganit. Të kanë se kam 30 vite në Michigan dhe i njoh pak a shumë individ që janë, si me thanë, elita e diasporës Michiganit, edhe në ngjarjet historike që kanë ndodhur këtu në Michigan, unë nuk mund të rri pa përmend se sa të bashkuar, se sa të dashtën, se sa të angazhuar janë shqiptarët e Michiganit, sa herë që ka nevojë vendlinja, sa herë që ka nevojë komi shqiptar, në të tëra rastet diaspora e Michiganit e ka diftu vetin sa është e bashkuar dhe me pavarësinë e Kosovës, si e tha Manjola, bëhen shumë mramje, shumë tubime me muzikën e me vallën shqiptare, dhe gjithashtu kena dhe shoqatën Kosova për shumë vite, e cila organizon pavarësinë e Kosovës. Po ashtu kena shoqata tjera si shoqata Malësia, shoqata njëna tjetër, janë shumë shoqata këto që festojnë. Pra tregon edhe herë që diaspora e Michiganit është një diasporë që e mban gjallë brez mas brezi për fëmijët tonë, kulturën, flamurin, traditën dhe historinë e kombit tonë. Tash ju pa me dasht, mundeni me na shkruaj me na diftu se si festohet edhe në për vendet e shtetit tuaja ku jetoni. Na duke na që flasim për Michiganin në për Shkodrën, sepse këta janë dy vende që na jena rrit, edhe vazhdojmë të jetojmë, për ja të flasim pak me shumë informacione, ose me pasion, po jo se do na me lanë me njën tonë vendet e tjerë, sepse na jena sigurt, ashtu si e festojmë na, si e dona në Shqipnin edhe Kosovën, ashtu e doni tonë ju shqiptarët, kudo ku jeni në përbot, në të njëjtën mënyrë. Por pa me na thanë jo, pa me na diftu ju pak për vendin tuj, na pa tjetër që kena mi diskutu, edhe mi thanë këto, që t'jena të tanë në fakt bashk, edhe t'i ndajmë gëzimet tona në çdo cep të botës ku jena. Se në fakt këto njeksa që i kena të ky podcasti jon, shumica e njeksave janë shqiptarët e Kosovës. Kudo që janë në përbot, jo veç ata që jetojnë në Kosovë. Edhe ja vlen që gjithmonë me ju falenderu, edhe me ju uru këtë fest që ta gëzoni dhe ta trashëgoni djalë mas djalit dhe nip mas nipit, si thoni ju. Unë, derisa me shtu edhe që tjetër, në tani kena pa pamjet e luftës Kosovës, dhe me thanë, shtëpia djegna, qytetet djegna, fshatna djegna, fshatna të braktisuna, rrugë të prishuna, dhe ba me hi me pa sot, sa bukra ba Kosova, është një, si me thanë, është e pa besueshme, është një shëndrem i jashtëzakonshëm, një investim i jashtëzakonshëm, dhe du me përmend diçka,
bravo i qoftë gjithë shqiptarëve kosovar që kanë jetuar në Zvicër, në Gjermani, në Belgjik dhe në tëra shtetet e Evropës, janë kthy me parët e veta, kanë godit shtëpiat, kanë ndërtu shtëpiat e djegna, kanë ndërtu dyqanet e veta, bizneset e veta, vërsi që Kosova të bëhet shtet i bukur, shtet ku sot ja kanë lakmi, edhe vendet tjera ballkanike vinë sot turistët në Kosovë, habiten, nuk duket se Kosova ka pas ndonjë luftë, nga puna, nga djersa e shqiptarëve të Kosovës, nga djersa e shqiptarëve që kanë punu me vite në Evropë dhe kanë ardhur dhe kanë darë djersën e tyre në Kosovë. Prandaj sot Kosova është lulja më e re e Evropës. Kosova ka shteti i parë në Evropë sot që ka edhe rinin më të bukur dhe më të madhe në Evropë. Është një rini e talentuar që po ne shembuj në sport, në art, në kulturë, në tonë botën dhe është kënaqëri për tonë komin shqiptar. Sepse të s'duhet dhe më thana jena krenar se kena Beba Regjën, kena Rita Oren, janë disa këngëtare që njifen që kanë marrë zabot nor edhe janë bitë e Kosovës. Jo vetëm Dua Lipa. Këngëtar, por na kena edhe shkencëtar cilët punojnë, janë kosovarë që punojnë edhe në për organizata nërkombëtare, kena edhe profesor, kena edhe inxhinier, kena edhe tjetër. Kana fushave të ndryshme, por do të thënë që Kosova ka dalë prej luftet, nuk ka dalë më e fortë. Po, ka 18 vjet pavarësi, edhe sot po në një shembull të madh në Evropë, sepse vinë me bë edhe politik, vinë me bë edhe art, vinë me bë edhe sport, pra na si shqiptar komplet si kam jena krenar për arritjet e Kosovës dhe urojmë që Kosova të vazhdojnë me këtë ritëm, sepse na bën krenar të tanëve ne. Bravo. Dhe më thonë thjesht nuk i njofi me emën atë për atë diftume këto që njifen me emën, që kanë marrë famë botnore, nuk është e kollajt me arrit në ato nivele që ato kanë arrit sot. Kështu që i jepet një bravo e madhe bive të Kosovës që e kanë provu që mundën me arritë me kenë me emën botnor. Dua Lipa, Beba Regja dhe Rita Ora. Ne këto mundën a mëndaj me ditë tana për me dasht me fol për Kosovën, për gjithë shka që shteti Kosovës ka kalu, por si gjithmonë minutazhit erdhi funi edhe këtij episod. Në ushta me ba dhe ka një përshëndetje. Pa tjetër, unë anës teme në fakt i kam ba një përshëndetje herën tjetër edhe kisha ba vetëm me shqiptarë të Amerikës edhe mora shumë mesazhe, po ne në Zvicër, në Gjermani, në Belgjikë, kudo ku janë, pse s'na ke përshëndet. Unë thjesht i zgjulla atë, se kishim do pjesë zonat, por me tonë zemër ju uroj tonë kosovarëve, kudo ku jeni, gëzuar pamarësinë. Alloni uroj tonë shqiptarëve, kudo që janë nëpër botë, gëzuar pavarësinë e Kosovës, gjithë shqiptarëve të Kosovës, gëzuar pavarësinë, edhe dashni i madh i Zot, Kosova dhe komi shqiptar ecë përpara dhe një ditë bëhet Shqipnia e madhe, ëndra e çdo shqiptari që jeton sot, ëndra e çdo heroi që ka dalë gjakun për komin shqiptar në tonë historinë e shqiptarizmit. Uroj që vajzat dhe djemt ton ta çojnë me kanari, flamurin shqiptar, kudo në përbot, dhe Zoti jo prit marë gjithë shqiptarve. Gëzuar pavarësinë. Unë deshta me myll me këtë që liria e Kosovës nuk është dhurat, është një amanet, edhe amaneti mohet gjallë vetëm duke e kujtu. Gëzuar pavarësinë, gjithmonë brez mas brezit. Natën e mirë dhe miru pashim. Miru pashim dhe përshëndetje.